Efektivi i policisë së shtetit me inicialet Edison Adri plagosur gjatë një operacioni policor në zonën e Maliqit është transportuar me helikopter drejt Spitalit Universitar të Traumës në Tiranë. Urime nga spitali bëjnë të ditur se 36 vjeçari është futur menjëherë në kujdesin e një ekipi të specializuar mjekësor pas plagëve të marra në pjesën e kokës dhe të qafës. Pacienti është pritur në spitalin e Korçës, është stabilizuar aty, është aktualisht intubuar, siç e patë erdhi me helikopter. Është bërë punë shumë e mirë nga kolegët e Korçës, ndërkohë që tani u fut në brenda ambienteve të bllokut operator dhe po vlerësohet nga ekipi multidisiplinor. Sipas mjekëve, gjendja e tij paraqitet kritike dhe plagët janë jetë kërcënuese, ndërsa 24 orët e ardhshme konsiderohen vendimtare për ecurinë e shëndetit të tij. Dëmtimet janë të gjitha jetë kërcënuese, por gjatë ndërhyrjes që është bërë në Korçë, dhe një falënderim për ekipin e Korçës, dhe gjatë transportit pacienti ka qenë stabil me parametrat normale. Në këtë moment nuk flet për rrezik jete, por që është në dinamik vlerësimi. Nga ana tjetër, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita ka ndjekur nga afër situatën dhe është informuar për gjendjen e efektivit plagosur. Është vërtet një ngjarje nga ato të cilat e lë pa fjalë, ku s'do doja sot që të isha para jush. Për të parë nga afër gjendjen shëndetësore të efektivit plagosur gjatë operacionit policor, ishte edhe ministri i Brendshëm Besford Lamallari, i cili gjatë një prononcimi për media tha se do të ketë një hetim të thedhuar për ngjarjen dhe se shkelësit do të mbajnë përgjegjësi. Çdo situatë e tillë kërkon vëmendjen maksimale dhe një hetim të thelluar mbi përgjegjësitë disiplinore dhe ligjore por në menaxhimin e situatave dhe patjetër në komunikim dhe me drejtorin e përgjithshëm. Ju siguroj se një hetim i tillë po vjen, homazhi, respekti me përulje për familjen e efektivit të ndjerë dhe mbështetja dhe lutem që Edisoni, i cili po përballet tashmë me ndërhyrje që po bën dhe stafi mjekësor për të shpërtuar jetën e tij. Kjo është më e rëndësishme për mua në këtë moment. Sipas mjekëve, 24 orët në vijim do të jenë vendimtare për shëndetin e efektivit të policisë Edison Adri.